Ore, ja keni dhënë popën gojë ju, apo ja keni dhënë ne? Do doja një mendim, një qëndrim tëndin për sa i përket opozitarit më të flak që ka pasur opozita, siç ishte Dash Sula, që tani ka marrë një pozicion si kryespektor i përgjithshëm. E ka marrë? Po. Zyrtarisht madje dolin para 2 ditësh, dolin tavolin, takim me Edi Ramën, shumë entuziast, shumë emocionuar, po i dridhe zëri edhe nuk e di nga ai njeriu që bën ato protestat i vetëm, i flakt në ato qëndrimet e tij kundër qeverisë. Por ama 2 fjalë do t'i them që na ngjoj gjithë shqiptarët. Ore, miqtë e mi, keni vjedh ju, apo kemi vjedh ne? I keni burg ju, apo kemi burg ne? Sot, Po ti serioz e ke, me vërtetë do këtë koment? jo, thjesht do doja që ta dëgjosh edhe herë këtë qëndrim atë se si. Përshëndet, përgjegjësia tani ka ndryshuar rolet. Ka ndryshuar rolet. Bjella. Ja, çuve. Po të lutem. Po të lutem një sekond. Nderuar zoti kryeministër, ka pranuar këtë sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. E shikoni? Dometi? Turp ta them. Ka turp. Jo, nuk ka turp ai ta thot. Mora kurajen, mora guximin. Konkurova, dola i pari dhe vlerësohem. Bjella. Ky po vlerësohet me kryeministrin. E kryeministri i kallzuar Por ndoshta ka kallzuar edhe ky. Po ka ti protestuar. më bën një koment mua që unë e kam bërë kallëzim penal. Ai ka Ora poshtruar ky ndjehemi poshtruar thot në vjet turp thot nga vetja thot për ato se çka kanë bë tani Më që përpara. Po. domethënë ky thjesht ka ndruar kamp dhe kjo histori e ndërimit të kampeve me pagesë është bërë rutinë. Jo, ai thot jam më i Ora se ka para aty. jam më Ta mbash me shëndet përgjegjësinë dhe tani ka ndryshuar rolet. Nderuar zoti kryeministër, ka pranuar këtë sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. Dhe nuk kam turp ta them që tek qeveria jote mora kurajen, mora guximin, konkurova, dola i pari dhe vlerësohem. më Ka ekselenti, që me garova, ekselenti po lere. fitova, Ekselenti më i përgatitur, i dal- më i duhur. Prit, i dal ekselent nga hajduti. Po s'diskutohet ai. Po ti do më thëna gjë, më Po thëna. çfarë të them, s'kam çfarë të them u dy. Është bërë rutinë ordi çun. Këtu vlon Gjobvania, vlon Quhet Gjobvania edhe kjo? Jo, kjo quhet korrupsion, nuk quhet Gjobvania. Pra, Pro kryeministri i ka thënë, "Idhu këtë nga ana ime." po ka marrë shumë kështu e ke pati? Po, plotë. Po, ky është lloji i pushtetit që lullëzon me anë të poshtërsisë. Mirë, për te pjesave politike ose pozicione. Po s'është politike kjo. Po si ka trojë. si karakter domethënë, a do mundesh si njeri, vet njeriu domethënë si ka Shiko këtu. mundet që të shkojë Më dëgjon çik këtu, më dëgjon çik. Më dëgjon çik. Mundet sipas Më dëgjon çik këtu. Do të marr rastin më të butë. Imagjinojmë sikur Dash Sula, si çdo qytetar tjetër, konkuron për një vend pune, Po. normal fare. Po. Dakor? Po. Dhe me aftësitë e tij të jashtëzakonshme, Dash Sula e fitoi këtë vend pune. Dakor? Deri këtu s'kemi asgjë të keq. Jo. Po çai duhet i gjithë kjo deklarata ti që ti, zoti kryeministër, je goxha yll. Po më për te asaj, se ide Jo, ka pa prit, qëndrimet janë bindje. Dal, po si ngatroj. Si mos i Edhe ngatroj. një. Ai ka qenë opozitar, Po. ka qenë një nga ata që ka luftuar pas, më fal për shprehjen, mbylljes së Sali Berishës. Por më fort se sa Berisha vet. Më fort se sa Berisha vet. Dhe sot ky njeri jo vetëm që konkuron për një vend pune që është nën tutelën e drejt për drejt të kryeministrit, por del dhe me deklarata sikur kryeministri që nga goxha bullë. Po dalet tash çu. Po dalet tash. Po kjo, me vërtet kur merr pozicion punë është kurzuar kjo, shkruhet aty që ti duhet dalësh ta bësh diçka tillë një gjë se kam si Çfarë punë? S'ka punë Nëse fare. ti futesh në punë shteti, Jo, je Gjoni, detyruar që ta bësh. jo fare, unë Ore, ja keni dhënë popën gojë ju, apo ja keni dhënë ne?